Sot studentët e shkencave të jetës dhe mjedisit me një aktivitet simbolik shënuan 11 dhjetorin ditën e maleve, duke mbjellur drunje në oborin e Universitetit të Prizrenit, e ku në këtë aktivitet ishin edhe dekania fakultetit Albana Milaimi, bashkë me profesorët Yllë Kortoqi si dhe Mirvjena Kortoqi, ku së bashku me studentët e bën mbjelljen e drunjeve. Lidhur me këtë aktivitet ka folur Albana Milaimi, dekane fakultetit të shkencave të jetës dhe mjedisit, një erit edhe profesoreshe biologjisë në programin e shkencave të pyjeve, duke e parë që sot është dita e maleve, si që është bërë traditë në fakultetin ton, sot e kemi shënuar në mënyrë simbolike këtë ditë duke mbjellur 4 drunje në oborin e universitetit. E dim që malet janë 1/3 planetit Tokë dhe duke pasur parasysh rëndësinë e tyre, jemi të obliguar si program mjedisi që të bëjnë ndërgjegjësimin dhe edukimin për ruajtjen e maleve në përgjithësi. Është bërë traditë në fakultetin tonë që të shënojmë këto ditë që kanë të bëjnë me pyjet edhe mjedisin përgjithësi. Kështu që sot kemi dalë që në mënyrë simbolike ta shënojmë këtë ditë me mbjelljen e 4 drujeve në oborin e universitetit. E dim që malet në përgjithësi janë 1/3 e planetit Tokë, duke pas parasysh rëndësinë e tyre që kanë qoftë në aspektin mjedisor, në rritjen e biodiversitetit, në aspektin ekonomik dhe kulturor që na lidh me neve. Kështu që jemi më se të obliguar, si themi, profesionalisht dhe moralisht si programi pyjeve dhe mjedisit që të bëjmë ndërgjegjësimin dhe edukimin e gjeneratave të reja për mbrojtjen e maleve në përgjithësi. Duke ditë rëndësinë profesionale, etike dhe morale të programit ton, pra mundohemi që çdo herë në mënyrë simbolike të shënojmë këto ditë, në mënyrë që studentët tanë, krahas anës teorike të profesionit të tyre, të bartin edhe në mënyrë praktike idenë e mbrojtjes së mjedisit dhe të kultivojnë rëndësinë për mbrojtjen e maleve dhe biodiversitetit në përgjithësi. Derisa Mirvjena Kortoqi, inxhiniere e pyjeve dhe profesore e asocionuar në Fakultetin e Shkencave të Jetës dhe Mjedisit, programi i shkencave të pyjeve dhe mjedisit. Data 11 dhjetor që nga viti 2003 është vendosur nga Asambleja Përgjithshme e OKB-s, dita e maleve. Një ditë që synon të ndërgjegjësojë të gjithë shoqërinë njerëzore për rolin dhe rëndësinë që kanë malet dhe që kanë pyjet, e veçanërisht me sfidat që po përballet sot rruzulli toksor, që janë ndryshimet klimatike, shpyllëzimet. Kështu edhe neve na takon që ta kujtojmë këtë ditë dhe të organizojmë aktivitete të tilla siç kemi marrë sot, kur edhe dihet se vëdësimi i njerëzve është shumë i vogël për këtë problematikë. Është një ditë e cila synon që të ndërgjegjësojë të gjithë shoqërinë njerëzore për rolin dhe për rëndësinë që kanë malet, që kanë pyjet, veçanërisht me sfidat që po përballet sot rruzulli toksor, siç janë ndryshimet klimatike, shpyllëzimet, probleme të ndryshme të ndotjes mjedisore. Kështu që edhe ne më së shumti besoj se gjithkujt na takon që ta kremtojmë këtë ditë, ta përkujtojmë këtë ditë, edhe të organizojmë aktivitete të tilla si ky i sotmi. Ne kemi problematika në ditët e sotme, siç e përmenda, shpyllëzimi, ndryshimet klimatike, vetëdijsimi i njerëzve është shumë i ulët, mendoj, për këtë problematik. Megjithatë ju falenderoj shumë juve që jeni këtu prezent sot, sepse luani një rol me të vërtetë shumë të rëndësishëm në promovimin e kësaj dite, në promovimin e kësaj problematike, veçanërisht edhe në promovimin e fakultetit ton edhe programit ton, sepse me të vërtetë kemi shumë të nevojshme të dihet që në Kosovë është një program unik që nuk gjendet në asnjë vend tjetër. Këtu në Prizren është i vetmi vend ku studentët munden me studiu dhe me u diplomu në fushën e pyjeve dhe mjedisit, që siç e thash, binom i pandashëm me malet. Terreni jon i tillë është, ne pyjet i kemi të gjitha të vendosura në sipërfaqet malore. Mesazhi i përbashkët i profesorëve dhe studentëve ishte që pyjet janë mushkëria e gjelbërt e natyrës dhe e ardhmja e rruzullit toksor. Nëse pyjet nuk ruhen, nuk mbrohen dhe është në rrezik, nëse duhet të mbijetojmë dhe të mendojmë për gjeneratat e ardhshme. Dita ndërkombëtare e maleve është një mundësi për të rritur ndërgjegjen mbi rëndësinë e maleve në jetën tonë dhe për të theksuar rëndësinë e zhvillimit të qëndrueshëm të maleve. Dita ndërkombëtare e maleve zhvillohet çdo vit me një temë të saktuar në përputhje me zhvillimin e qëndrueshëm të maleve.